Dhe dyta për të treguar që në rastin e Veliajt thjesht ka qenë si thua një zgjedhur i Partisë Socialiste dhe një faktor elektoral në Tiranë. Pra gara do të jetë që të mbajë, domethënë, kuotat në numra. Tirana mbetet interesante për një fakt, për të parë që a ka reagim në qytetin e Tiranës, sepse është më e mundshme që të njerëzit të reagojnë ndaj situatës, edhe thjesht për të parë një lloj edhe nga fakti që një ish-kryebashkiak është në burg për akuzat forta. Ajo provua në 11 maj, dhe ka një lloj gjësh, historia që skandalet nuk është se kanë krijuar kosto elektorale Partisë Socialiste. Dhe në mënyrë paradoksale duket sikur sa më i madh jetë skandali dhe sa më i bujshëm, sa më shumë të ketë aq më shumë e thellon fitoren. Por këtë rast nuk do të ishte duke u përqendruar tek skandalet, por tek pakënaqësitë që ka krijuar, qoftë me aksionin e hapësirave publike, qoftë edhe me shtrejtimin e kostos së jetesës, apo themi pakënaqësi që njerëzit kanë të presin një gjë, ju premtohet një gjë dhe marrin një gjë tjetër. Qartë. Zoti Vito, si shpjegohet kjo strategjia e Partisë Socialiste që njëri merr kryebashkiakët edhe i kandidon për deputet dhe i bën pjesë të parlamentit, tani merr deputet nga parlamenti dhe kërkon t'i bëjë kryebashkiak në rastin e Vlorës konkretisht? Që më thënë merr, kandidim është, aq më tepër që në rastin e Vlorës që ju përmeni, ish deputeti e sot kandidate për kryetare bashkie dhe kryebashkiak e ardhshme e Vlorës Brunilda Mersini, nuk ishte në listat mbyllur, ishte në listat hapura, pra ishte në fushat. Ka marrë votat e qytetarëve të Vlorës, është zgjedhur nga qytetarët e Vlorës për të shënë në parlament. Se domethënë zoti kryebashkiaku i Beratit u bë deputet. Ndërkohë tashmë nga parlamenti do të merret një kandidate dhe do të jepet Pse shkoste? Pse është hapësira? Pra, qytetarët e Vlorës me takset e tyre një palëzgjedhje të pjesshme, pra. Po nuk ka lidhje kjo, zgjedhjet e pjesshme nuk janë si pasojë e zgjedhjeve të përgjithshme, apo si pasojë e zgjedhjes. Jo, si pasojë e zgjedhjes sepse në parlament do të jetë një kolege e re, zonja Çakëri, e cila po ashtu ishte në listë hapur, po ashtu përballë me votën e qytetarëve, po ashtu doli në fushat, dhe në fakt dua të kap çfarë tha zoti Dervishi, fushata permanente tha. Dhe kjo është e vërtet nëse e shen në kuptimin e mediatik, po unë se shoh në kuptimin mediatik. Ka një kontakt të vazhdueshëm, një program pune të vazhdueshme, që deputetët e Partisë Socialiste, ministrat e Partisë Socialiste, antarët e këshillave bashkiake të Partisë Socialiste, janë në mënyrë të vijueshme në kontakt me njerëz dhe me problematikat e tyre. Kjo është një plus dhe kjo është forma se si duhet të zhvillohet politika. Fakti që nuk e bën Partia Demokratike këtë gjë është problem i vet. Dhe kjo pasqyron në çdo palëzgjedhje. Pra nëse gjatë muajve të verës të gjithë deputetët e Partisë Socialiste, gjithë kandidatët për deputet Partisë Socialiste që nuk u zgjodhen, gjithë deputetët e vjetër të cilët ishin në legjislaturën e kaluar dhe nuk janë tani, ishin në mënyrë permanente të vijueshme në kontakt dhe në aktivitet në zonat e tyre elektorale me qytetarët, kjo nuk është diçka negative. Për këtë duhet të jetë politika. Për këtë është politika. Për sa i përket Vlorës, që është në cilin unë jam zgjedhur deputet, është e padiskutueshme në gjykimin tim që Brunilda Mersini, një kolege e re dhe me mjaft potencial, do ta fitojë zgjedhjet në qarkun e Vlorës dhe që do të rrisë performancën e Bashkisë së Vlorës. Pra dhe në rastin konkret ne kemi do e fitojë vetëm mos t'japi dorëheqjen. Dorëheqja është vullnet personale. Jo, po s'ta kërkojnë domethënë. Dorëheqja është vullnet personale. Kemi lart dhe miratim nga poshtë. Jam i bindur që në rastin e Brunës jo vetëm që s'do japi dorëheqjen, po do të ketë një mandat 6 vjeçar tashmë të plotë. Mandati i pjesshëm është një prelud për një mandat të plotë. Okej, zoti Kroga. Për Tiranën apo kemi për Mersinin? E kemi për gjithë zgjedhjet e pjesshme, kërkojnë 6 kryebashkiak. Çiko. Kryebashkiak rasti po i heqim këto rastet e tërheqjes në fund fare Partia Socialiste është drejt në vet, po themi që të heq kandidat. Flasim për opozitën atëherë, cilat janë avantazhet dhe disavantazhet në këtë fushat? Shiko, disavantazhet është që këtu s'ka zgjedhje. Që është një disavantazh i vogël, po që është përgjigja e vetme që mund të ketë për pyetjen tënde, po desh edhe është e lënë. Pra që këtu s'ka zgjedhje, këtu është pak po e sigurt. Se është pak e vështirë të futem analizës. Pa avantazhet apo shfrytëzon?
Avantazhi vetëm dhe që që është i matshëm deri në një farë pikë është ajo çfarë do ndodhi në Tiranë. Dhe besoj që kjo është edhe pyetja në thelb. Çfarë do ndodhi në Tiranë? A do jetë Tirana, si më thon, për 1000 arsye rishfaqe ose po themi tentative e Partisë Demokratike ose dhe opozitës për të rishpikur. Unë mendoj se një sfidë e parë u fitua. Kush ishte? Cila sfidë? Sfida e parë është përzgjedhja e një kandidati i cili ka arritur të gëzojë të marrë konsensus gjithë forcave politike.